Për këtë shkak e tërhekim vrejtjen pra se duaja nuk i ngel pa u përgjigjur. Këtë duhet ta kemi qartë. Thot pejgamberi alayhis salam, ma min muslimin yadu Allah Taala, nuk ka ndonjë musliman I cili e lut Allahun subhanahu wa taala, bida'watin laysa fiha ithmun wala qatiyatu rahim. Mirpo me një lutje në të cilën nuk ka gabim, nuk ka mëkat dhe nuk ka prishje të lidhjeve farefisnore. Pra, nëse lutja I pranon dhe I plotson këto dy kushte, që mos jesë lutje e keqe dhe mos jetë kundër farefisit, pra shkputje të lidhjeve farefisnore, në këtë rast thot illa a'tahu Allah, vetëm se Allahu do t'ja jep lutjen e tij. Biha ihda thalath, 3 gjëra do t'i jep nëpërmjet lutjes së tij. Nuk I shkon lutja bosh, nuk shkon kot. Çdo lutje, çdo dua të cilën ja drejton Allahu të lartësuar, nuk shkon kot. Thot vetëm se ja jep 3 gjëra. Ose imma en taj'ala lahu da'watahu, ose do t'ja pranoj çat lutje që e ka thonë. Do të thonë ashtu siç e ka thonë, ashtu do t'ja pranoj dhe do t'ja plotësoj duan. Kjo është e para. E dyta, wa imma en yadakhira lahu fil akhirah, ose do t'ja ruaj për në ahiret, kur do t'jetë më I nevojshëm që t'i përgjigjet asaj duaje. Donjëherë njëri lutet thot, po nuk mu përgjigj në këtë botë. Ndoshta më hajro për ty me lënë duan për në ahiret. Atëherë do të kesh më shumë nevojë që Allahu I lartësuar ti përgjigjet lutjes tënde, dhe Allahu e din më së miri. Dhe treta, nëse nuk ndodh edhe kjo, dhe kjo thot ose e mbron prej një sherri për shkak të asaj lutje. Për shkak të asaj duaje që e ka bëu Allahu të lartësuar, ka pas është desh ta goditë një sherr, mirë po Allahu e ka mbrojt prej atij sherrit për shkak të asaj duaje. Për këtë shkak pra kjo është vlera e duas, në pika të shkurtra, dhe edhe njëherë po e potencojmë se nuk shkon duaja kot. Andaj besimtari asnjëherë nuk duhet që ta lej, sepse siç thonë dietarët, duaja është arma më e fuqishme e besimtarit.